Ju doli në krah studentëve shqiptar, Denion Mejdani drejt largimit nga Shkupi pas qëndrimeve për gjuhën shqipe. Ambasadori Denion Mejdani, ambasadori i Shqipërisë në Maqedoninë e Veriut, biri i presidentit Mejdani, raportohet se është liruar nga detyra, një lëvizje që ka ngjallur diskutime për kohën dhe arsyet e saj. Sipas burimeve nga Shkupi dhe Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme, Mejdani pritet të mbyllë para kohë mandatin e tij diplomatik në kryeqytetin Maqedonas pas rreth 2 vitesh në detyrë. Jo zyrtarisht si arsye për këtë zhvillim përmendet pakënaqësi të shprehura nga aktor politik në Shkup, përfshirë përfaqësues të koalicionit Vlen dhe VMRO-DPNM-s lidhur me qëndrimet e tij në debatet publike për çështje sensitive politike dhe gjuhësore, përfshirë dhe çështjen e përdorimit të gjuhës shqipe. Lëvizja vjen në një moment kur marrëdhëniet politike dhe tensionet rreth të drejtave të shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut kanë qenë të ndjeshme, duke ngritur pikpyetje nëse vendimi lidhet më shumë me presione politike sesa me vlerësimin profesional të punës së tij diplomatike. Burime jo zyrtare sugjerojnë se Mejdani mund të emërohet në një post tjetër diplomatik, potencialisht në Kosovë, ndërsa në Shkup përflitet zëvendësimi i tij me Petrit Malajn, por deri tani nuk ka konfirmim zyrtar nga institucionet.